will be presented by Mr. Roman Ludwicek, President of Polish Basketball Federation, and Dr. Oleg Fischer, Vice President Sales of Diesel Official Timekeeper of Eurobasket 2009. Ladies and gentlemen, the MVP of Eurobasket 2009 in Poland is Paul Gasol, MVP I kampionatit evropian Eurobasket 2009. You simply the best. Tina Turner dhe definitivisht he's simply the best. He ruled the Eurobasket 2009. E meritoj këtë shpërblim pas plot 74 viteve të udhëhequr nga Paul Gasol, fantastik. Paul Gasol, MVP. Spanja e fiton titullin e kampionit dhe tani shkojmë edhe me ndaljen e medaljeve. Greqia fiton medaljen e bronz, kombëtarja e cila u kthye në majën e basketbollit evropian në vitin 2005, pra në kampionatin I cili u mbajt në Beograd. Ju kujtohet në udhëheqjen e Panayotis Giannakisit, fantastik. Lojtarit më së bashku me Nikos Gallisin, dy lojtarët më të famshëm